Mira njerëz nga Bosnia dhe Hercegovina dhe vendet të ndryshme të botës u mblodhen me 11 korrik 2026 në qendrën memoriale të Potočarit për të përkujtuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës. Gjatë ceremonisë u varrosën eshtrat e 10 viktimave të reja të identifikuara, të cilat u gjetën në varreza masive dytësore, ndërsa shumë prej tyre u varrosën vetëm një pjesë të mbetjeve mortore, pasi familjet nuk dëshironin të pristin më gjatë për gjetjen e eshtrave të tjerë. Me këtë ceremoni, numri i viktimave të varrosura në Potočar arriti në 6.775, ndërsa rreth 1.000 persona vazhdojnë të figurojnë të zhdukur. Përkujtimi u shoqërua nga Marshi i Paqes, i cili ndoqi rrugën që Mira Boshnjak përshkuan në korrik të vitit 1995, duke u përpjekur të arratisëshin drejt territoreve të lira. Në këtë marsh morën pjesë rreth 6.500 njerëz, si dhe ciklistë, motoristë, maratonistë dhe pjesëmarrës të tjerë nga shumë vende evropiane, të cilët të nderuan kujtimin e viktimave. Në kuadër të përvjetorit, organizuan edhe aktivitete akademike dhe përkujtimore, përfshirë një konferencë kushtuar edukimit mbi gjenocidin në Srebrenicë dhe rëndësisë së ruajtjes së kulturës së kujtesës. Përfaqësues të Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe diplomatë ndërkombëtar theksuan se mohimi i gjenocidit dhe glorifikimi i kriminalëve të luftës nuk kanë vend në Evropë dhe bën thirrje për respektimin e fakteve historike dhe vendimeve të drejtësisë ndërkombëtare. Gjenocidi i Srebrenicës i kryer në korrik të vitit 1995, pas marrjes së qytetit nga forcat serbe të Bosnjës, konsiderohet krimi më i rëndë në Evropë, që nga lufta e dytë botërore, mbi 8.000 burra dhe djem boshnjak u vranë sistematikisht, ndërsa gjykatat ndërkombëtare, përfshirë gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugoslavinë dhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e kanë cilësuar këtë krim si gjenocid dhe kanë dënuar një numër zyrtarësh politik e ushtarak për përgjegjësinë e tyre individuale. Megjithatë, mohimi i gjenocidit vazhdon të jetë i pranishëm në disa qarqe politike në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi. Delegacioni i komunës së Ulqinit, i kryesuar nga kryetari i komunës Genci Imanbegu, mori pjesë në ceremoninë përkujtimore me rastin e 31 vjetorit të gjenocidit në Srebrenicë. Në emër të komunës së Ulqinit dhe të qytetarëve të saj, delegacioni bëri homazhe për viktimat e gjenocidit dhe shprehu solidaritetin me familjet e tyre, duke nderuar kujtimin e më shumë se 8.000 burrave dhe djemve boshnjak të vrarë në korrik të vitit 1995. Gjatë ceremonisë u varrosën edhe eshtrat e 10 viktimave të identifikuara rishtazi, ndërsa mijëra qytetar, familjar të viktimave dhe delegacione nga vende të ndryshme të botës morën pjesë në aktivitetet përkujtimore. Me këtë rast, kryetari i komunës së Ulqinit Genci Imanbegu theksoi se Ulqini ndan dhimbjen e Srebrenicës dhe mbetet i përkushtuar në ruajtjen e kujtesës për viktimat e këtij krimi. Në emër të komunës së Ulqinit dhe emrin ton personal, shprehim respektin ton të thellë për të gjitha viktimat e pafajshme të gjenocidit në Srebrenicë. Ulqini ndan dhimbjen e Srebrenicës. Kjo lidhje nuk është vetëm shprehje solidariteti, por edhe përgjegjësie njerëzore, të cilën jemi përpjekur ta demonstrojmë përmes veprimeve tona. Ne kujtojmë veçanërisht vitin 2004, kur Ulqini pati nderin të priste fëmijët e Srebrenicës, duke dëshiruar të ofrojmë atyre ngrohtësi, miqësi dhe shpresë. Sot me nderim të thellë, u bëjmë homazh viktimave dhe shprehim ngushëllimet tona të sinqerta familjeve të tyre. E vërteta për Srebrenicën le të mbetet një kujtesë e përhershme për njerëzimin dhe kujtimi i viktimave të pafajshme le të jetë zotimi ynë i përbashkët për të ruajtur paqen, dinjitetin dhe njerëzimin, në mënyrë që një krim i tillë të mos përsëritet kurrë askund, thuhet në njoftimin e kryetarit të komunës Genci Imanbegu. Pjesëmarrja e delegacionit të komunës së Ulqinit në këtë përvjetor është shprehje e respektit për viktimat, solidaritetit me familjet e tyre dhe përkushtimin ndaj ruajtjes së vërtetës historike, kulturës së kujtesës dhe vlerave universale të paqes, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Ndërsa delegacioni i qeverisë së Malit të Zi, i kryesuar nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ervin Ibrahimović, gjithashtu mori pjesë në ceremoninë përkujtimore me rastin e 31 vjetorit të gjenocidit në Srebrenicë, e mbajtur në qendrën memoriale në Potočari. Në përbërje të delegacionit ishin Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj, Ministre e Punës, Punësimit dhe Dialogut Social Naida Nishić,
Ministri i Mirëqenies Sociale, Kujdesit për Familjen dhe Demografin, Damir Gutić, Ministri i Zhvillimit Rajonal dhe Bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare, Ernat Sulević, si dhe sekretari shtetëror në Ministrinë e Administratës Publike, Naim Gjokaj, dhe sekretaria shtetërore në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal dhe Bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare, Mirsada Bošnjak. Poruka iz Crne Gore je ljudska, civilizacijska. Danas je delegacija iz Crne Gore najmnogobrojnija delegacija, izuzetno sam ponosan za to. Prije svega smo ovdje zbog ljudske i civilizacijske odgovornosti. Da stanemo protiv zla, protiv laži, da stanemo na stranu istine i da stanemo na strani bolje budućnosti. Ali prije svega smo ovdje zbog porodica stradalih u genocidu. Da pošaljemo poruku da smo uz njih, da i danas, barem na jedan trenutak, podijelimo svu bol i patnju koju imaju svakodnevno ovih 31 godinu. Crna Gora je još jednom potvrdila da je prijateljska država Bosni, ali isto tako da njeguje ljudske i civilizacijske vrijednosti. Mi smo prije par dana, već drugu godinu vlade organizovala obilježavanje i sjećanje na genocid u Srebrenici, zajedno sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Podgorici, ali isto tako prvi put je Skupština Crne Gore obilježila dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Dakle, Crna Gora stoji u sve one civilizacijske vrijednosti i ono što je glavno, nismo slučajno najnapredniji kandidat kada su u pitanju evropske vrijednosti, odnosno evropski put. Jer njegujemo evropske vrijednosti i do zadnjeg ćemo zadržati ono što treba Crna Gora da šalje, a vjerujem i sve naše zemlje u regionu. Da protiv zla se moramo zajedno boriti, za istinu zajedno boriti, za bolju budućnost, ali za budućnost, ne da zaboravimo prošlost, ne da zaboravimo genocid u Srebrenicu, kao danas što čujemo neke, ajmo gledajmo u budućnost. Da, zagledani smo u budućnost, ali branimo istinu i sve ono što se desilo u genocidu u Srebrenici. Pas programit zyrtar, Ministri Ervin Ibrahimović u takua me përfaqësuesit e shoqatës Nënat e Srebrenicës, ku shpreh edhe një herë respekti i thellë për viktimat e gjenocidit dhe solidariteti me familjet e tyre. Me këtë rast, Ibrahimović theksoi se Mali i Zi mbetet i përkushtuar ndaj kultivimit të kulturës së kujtesës, ruajtjes së vërtetës historike, si dhe mbështetjes së drejtësisë dhe pajtimit, duke reafirmuar angazhimin e shtetit për të nderuar viktimat dhe për të mos lejuar që krime të tilla të harrohen apo të përsëriten.